podcast u mundësuar nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Përshëndetje të gjithëve, unë jam doktoresh Jonida Metushi, mjeke e përgjithshme. Sot do të jemi bashkë në podcastin Diva dhe do të flasim për disa këshilla mjekësore që do duhet që të dimë për stinën e verës, virozat ose bakterozat më të shpeshta të kësaj stine, si edhe menaxhimi i mirë i tyre. Doktoresha, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Cilat janë rastet më shumë që ju po hasni në spital këto kohë? Rastet më të shpeshta të stinës së verës përgjithsisht janë gastroenteritet, janë infeksionet cilat nisin me simptoma si diare, ndjesi të vjellash ose edhe të vjella, të cilat mund të zgjasin disa ditë deri në një javë dhe kërkon një trajtim të kujdesshëm, përgjithsisht me antiemetik, pra ilaçe të cilat na ndihmojnë në paksimin e ndjesisë së të vjellit ose të vjellat, në hidratim shumë të mirë dhe zakonisht dehidratimi në këto raste është një nga arsyet kryesore pse pacientët paraqiten në departamentin e urgjencës dhe patjetër antidiaretik, të cilët janë gjithashtu po aq të nevojshëm në bazë të gradës së sëmundjes dhe dehidratimit të pacientit. Ju përmendët disa nga shkaqet kryesore që pacientët paraqiten në spital këto kohë, po cili është shkaku që vinë këto pasojë, le të themi kështu, që pacientët më pas paraqiten? Pra, nëse vinë me diare, nëse vinë me të vjella, cili është shkaku kryesor? Shkaku kryesor mund të jetë thjesht shkaqe virale, mund të jenë infeksione të cilat vijnë nga ushqime të kontaminuara, të cilat janë të shpeshta, duke qenë se stina e verës, i nxehti favorizon rritjen e baktereve. Dhe shkak tjetër pastaj janë pjesa e dehidratimit të pacientëve, të cilat e shtojnë akoma më shumë simptomat e këtyre patologjive. Kur duhet ta kuptoj një pacient që është gati për shkuar në spital, pra mjekut familjes, në urgjencë, dhe a mund të trajtohet në shtëpi me këto problematika? Gjithmonë varet nga pacienti, nga sëmundjet shoqëruese që ai mund të ketë dhe nga sa arrin ta menaxhoj vetë në shtëpi ose me ndihmën e farmacistit me medikamentet që mund të marrë nga farmacia vetë. Siç të thash, varet nga lloji i pacientit. Pacientët të cilët kanë probleme, të cilët janë grup pacientësh problematik, për shembull të moshuarit apo fëmijët, të cilët duhet të paraqiten pranë mjekut të familjes për të shmangur ato efektet anësore që mund të bëhen problematike më vonë nëse nuk trajtohen siç duhet. Për shembull, grup mosha e të moshuarve, pjesën e dehidratimit është një nga problemet kryesore, pasi në këtë grup mosh refleksi i etjes është i ulur dhe duke ushtuar dhe një gastroenterit që ku ata humbasin vazhdimisht lëngje në mënyrë të pavullnetshme, komplikacionet bëhen dhe më të rënda. Kështu që normalisht në këto grup mosha është mirë që të paraqiten sa më herët për të marrë këshillat e duhur pranë mjekut të familjes ose në një situatë më të rënduar në shërbimin e urgjencës. Ju përmendët paksa hidratimin, sa i rëndësishëm është hidratimi në një kohë që temperaturat shënojnë mbi 30 gradë Celsius dhe çfarë duhet bëjmë që të jemi gjithmonë të hidratuar këtë periudhë? Është shumë e rëndësishme që ta kujtojmë veten që duhet të hidratohemi, se ndonjëherë na merr edhe rutina e punës dhe nuk e kupton sa realisht je dehidratuar gjatë ditës. Dhe grup mosha specifike që përmenda dhe më parë të moshuarit, ato janë akoma më shumë problematik, duke qenë se refleksi i etjes është i ulur. Dhe kërkohet një ndërgjegjësim te kjo grup mosh që ata edhe në qoftë se nuk kanë etje gjatë ditës, të kujtohen që të pinë lëngje, ujë, të hanë sa më shumë fruta dhe ushqime të ngjashme për të hidratuar edhe në qoftë se nuk e kanë atë ndjesinë e etjes. Gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe që të mos dalin të ekspozohen në diell në orë të shtuara ose në atë pikun e vapës që është mesdita, por punët që kanë për të bërë të mundohen ti bëjnë në orët e para të mëngjesit ose pasdite, ku dielli është më pak i fortë dhe të uli përqindjen e dehidratimit e këta pacientë. Hipotensioni është po ashtu një tjetër komponent që mbizotëron sidomos tek të moshuarit në këtë lloj periudhe. Si trajtoni, çfarë duhet kemi kujdes, çfarë këshillash duhet jepen për këtë kategori?
Pacientët të cilët trajtohen me antihipertensiv, pra që vuajnë nga probleme të hipertensionit, që marrin kryesisht diuretik ose barna të tjera antihipertensive, paraqiten tek ne, te mjekët e familjes fillimisht, zakonisht kur fillon kjo ngroja e stinës, pra që në pranverë dhe aq më tepër në verë me probleme të hipotensionit, sepse stina e verës e stimulon uljen e tensionit dhe në momentin që ata janë me këto medikamente antihipertensive, bëhet pak më shqetësuese për ta. Është e rëndësishme që të paraqiten tek ne në kohën e dur dhe pastaj në udhëzimin e mjekut mund të kenë një ndryshim terapie ose jo, gjithmonë edhe në këshillën e kardiologut, pasi hipertensioni është një problem edhe më i madh se hipotensioni, prandaj është më e rëndësishme që mos t'i heqin vetë medikamentet, por të konsultohen qoftë me mjekun e familjes ose kardiologun. Helmatimi i ushqimeve është prezent në këtë periudhë dhe cilat janë predispozitat që ndodhin më së shumti. Pra, për shkak të vapës, a ndodh që të kemi helmim të ushqimeve? Po, është nga problematikat kryesore që haset, duke qenë se gjatë së verës edhe fillon edhe turizmi shtohet, ne kemi qejf që të ham jashtë në restorante, pushimet bëjnë të tyret, edhe cilësia e ushqimit nuk është gjithmonë ajo e dura për shkak të fluksit, po edhe për shkak të disfavorit të kohës, pasi siç e tham, temperaturat e larta nxisin rritjen e baktereve dhe kështu rritet shansi i kontaminimit të ushqimeve. Është shumë e rëndësishme që të dimë ku të ham, çfarë të porosisim, çfarë të ham dhe të shmangim ato flukset e mëdha, duke qenë se dhe kujdesi ndoshta nga sektori privat i restoranteve nuk është maksimal në momentin që ka një fluks të shtuar të klientëve. Dhe gjithashtu, sidomos persona të cilët janë një grup pacientësh që kanë predispozita për të bërë më shpesh komplikacione nga helmime, duhet të jenë shumë të kujdesshëm, flas këtu për fëmijët edhe të moshuarit, pasi të shmangin këto komplikacione duke u kujdesur pak më shumë për vendin dhe mënyrën se si hanë gjatë kësaj stine. Në këtë periudhë, duke qenë se jemi në periudhë plazhi, problematika është edhe ataket kardiake që ndodhin shpesh gjatë kontaktit që një person, kryesisht i moshuar, ka me ujin. Çfarë këshilla shepin në këtë drejtim? Persona të cilët janë në risk, të cilët kanë pasur një episod shtrëngimi në gjoks, të cilët kanë yndyrna të larta, dislipidemi, hipertension, probleme të tjera kardiake, duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm, edhe në qoftë se nuk e dinë që kanë probleme kardiake, një shqetësim i vogël, sepse ne pak a shumë arrim ta kuptojmë gjuhën e trupit ton, një vështirësi kur t'i ngjit shkallët, një ndryshim në organizëm, pa fuqi, pa shpjegueshme, sidomos grup mosha të cilët janë më të riskuara, duhet që të tregojnë veçanërisht të kujdesshëm, pasi rritet predispozita për të bërë atake kardiake. Qartë, por nga ana tjetër jemi në një periudhë ku ndërkohë është duke luajtur dhe një kampionat botëror, shumë persona, sidomos të rinj, abuzojnë alkoolin, ndesheni me këto raste në urgjencë kryesisht? Po, në urgjencë kemi shumë raste, sidomos gjatë stinës së verës. Të rinj duhet të kenë kujdes sepse ka raste që këto intoksikacionet nga alkooli bëhen të rrezikshme dhe pse janë goxha të shtuara, duhet që ta arrin ta njohin limitin e trupit të tyre, pra mos ta arrin atë nivel intoksikacioni sa të t'i bëjnë dëm vetes. Po ashtu është një periudhë që ka shumë vështirësi, ne po flasim për këtë aspekt, por ne shqiptarët, kryesisht me ato që ju ndeshni, e kemi të ngulitur kulturën mjekësore, pra për çdo problematik ne shkojmë te mjeku apo shpeshherë kërkojmë që të bëhemi doktor të vetes tonë? Përveç se ne kërkojmë të bëhemi doktor të vetes tonë, është interesant fakti se para se të shkojmë te mjeku, pyesim fshinjët, pyesim kushërinjt, pyesim të njohurit tan, që çfarë, nëse kam pasur një problem të ngjashëm ose personalisht kam hasur në praktikën time si mjeke e përgjithshme raste nga më të çuditshmet, në mënyrat se si kanë trajtuar patologji të ndryshme,
duke dëgjuar nga të afërmit e tyre ose thjesht nga tradita që ne kemi pasur në momentin që mjekësia nuk ka qenë kaq e zhvilluar sa është sot. Dhe po, nuk është një kulturë mjekësore në nivelet e duhura. Ka nevojë akoma për edukim mjekësor dhe për punë edhe nga ana e mjekëve të familjes, nga sistemi shëndetësor parësor, edhe nga mediat, patjetër, për të pasur një edukat mjekësore akoma më të mirë dhe që pacientët mos të arrijnë të bëjnë komplikacione për patologji të cilat mund të trajtohen fare mirë në fillimet e tyre nga mjeku i familjes, ose urgjenca ose specialisti në varësi të problematikës. Por është shumë e rëndësishme që pacienti të vijë tek ne, pastaj është në dorë të profesionistit të shëndetësisë mënyra se si e menaxhon rastin. Po fëmijët e vegjël, duke qenë se është një periudhë me temperatura të larta, çfarë duhet të kenë kujdes prindërit më saktë, çfarë duhet të kenë kujdes për ta në mënyrë që ta kalojnë këtë kohë në një mënyrë sa më të mirë dhe të mundshme për ta, pa pas komplikacione. Është e rëndësishme që të kujdesen për fëmijët, që t'i kuptojnë ato shenjat e para të një temperature, të një gastroenteriti, të paraqiten tek mjeku pediatër, tek mjeku i familjes që kanë në momentin kur ata e shohin që nuk po arrin ta menaxhojnë vetë situatën, sepse normalisht në një situatë me temperaturë 37.5, nëse fëmia nuk ka problematika të tjera, mund të menaxhohet mirë edhe vetë nga ana e prindit, por në momentin kur shikohet që kalojnë disa ditë pa shenja përmirësimi nga ana e shëndetit të fëmijës, është shumë e rëndësishme që të kontaktojnë me specialistin ose me mjekun e familjes dhe pastaj t'i drejtojë. A kemi raste pickimesh, helmimesh, kafshimesh nga gjarpërinjt, merimanga në këtë periudhë mushkonja, nuk e di sa problematika është? Po, ka dhe ka raste që një pickim ndoshta normal insekti që mund mos jetë një insekt helmues realisht, në këtë raste bën agravim të patologjisë, shfaqje të urtikarjes edhe duke qenë edhe në varësi të pacientit se si e ka sensibilitetin dhe reagimin ndaj këtyre insekteve. Haset shpesh në urgjencë edhe në shërbimin parësor si mjek e familje. Kemi pasur raste që kanë bërë alergji të ndryshme, qoftë edhe thjesht nga bimët, ka pacientë të cilët punojnë në toka, bëjnë mbledhje të këtyre bimëve që janë sezonale dhe paraqiten me shenja rashi, urtikarje, të cilat duhen menaxhuar në kohë për të mos bërë pastaj komplikacione ose thjesht i japin shumë diskomfort pacientit, por mund të menaxhohen fare mirë duke ardhur, duke u paraqitur pranë mjekut familjes dhe duke marrë trajtimin e duhur. Cilat janë shkaqet që ne kuptojmë që jemi të dehidratuar? Mund të fillojë qoftë nga një lodhje, nga një lodhja manifestohet me atë uljen e tensionit, domethënë ulja e tensionit arterial tek pacientët. Shenja e parë është lodhja, pafuqësia, pastaj normalisht është edhe ndjesia e etjes dhe nisin të gjitha simptomat e tjera me radhë, tharja e gojës edhe këto. Sa të rrezikshme janë djegjet nga dielli? Djegjet nga dielli janë të rrezikshme në momentin që pacienti nuk është i vetëdijshëm që ky ekspozim po më shkakton këtë grad djegje, pasi kanë atë manin që të shkojnë në plazh, të marrin atë ngjyrën çokoladë, po pa e kuptuar që po i bëjnë dëm lëkurës së tyre. Dhe problemi është që ndoshta në afat shkurtër mund të jetë një dëmtim i menaxhueshëm, por në afat gjatë krijon shumë dëme për lëkurën që tek plakja e hershme e saj dhe smundje më të komplikuara. Kështu që është shumë e rëndësishme që të kemi edukatën e përdorimit të kremrave të diellit në këtë stinë, sidomos edhe gjatë ekspozimit në plazh, sidomos veçanërisht prindrit duhet të tregojnë të kujdesshëm me fëmijët e tyre, të mos i lënë pa një krem mbrojtës, pasi për ata mund të krijohet një dëm akoma më i madh në pjesën e sistemit të lëkurës. Si ndikon përdorimi i kondicionerit në këtë periudhë dhe a është problematike dhe dëmshme kontakti që ne kemi me temperaturën e ftohtë njëkohësisht dhe më pas me temperaturën e nxehtë kur dalim jashtë ambienteve që janë të kondicionuara? Më tepër se sa kjo, një problematikë që kemi pasur shpesh këto kohë nga përdorimi i kondicionerit ka qenë sindromi vertiginoz, që është ajo ndjesia e marrjes së mendve, ose ndjesia mund të shoqërohet edhe me ndjesi të vjella,
zakonisht shkaku më i shpesh në këtë periudhë, pikërisht nga kondicioneri, është ngurtësimi i muskujve të qafës, të cilët japin probleme cervikale, dhe një nga manifestimet, simptomat është pikërisht marrja e mendve, ngurtësimi i qafës, pacientët mund të harrojnë kondicionerin ndezur. Dje kisha një rast në urgjencë që kishin harruar kondicionerin ndezur në darkë, edhe më vinë me këtë ndjesinë të vjellave, me marrje mendsh, dhe ishte pikërisht kjo arsye. Sidomos pacientët të cilët e dinë që kanë probleme me cervikalen, duhet të tregojnë një kujdes më të shtuar gjatë kësaj kohe për të shmangur këto simptoma diskomforti. Menaxhimi pastaj është i rëndësishëm, edhe këto medikamentet që ne japim për sindromin vertiginoz janë të rëndësishme, por pastaj me kompresa të ngrohta sa të krijohet lirimi atyre muskujve të cilët janë ngurtësuar, muskujt e qafës, dhe më pas në raste më të agravuara ndoshta është nevoja edhe për ndihmën e një fizioterapisti. A mjafton vetëm konsumimi i ujit për të qenë të hidratuar gjatë kësaj periudhe? Jo, nuk mjafton vetëm konsumimi i ujit, është i rëndësishëm që përveç ujit ne të marrim edhe minerale të tjera, kripra, dhe prandaj gjithmonë e themi uji ka minerale, por ndoshta jo në sasinë e mjaftueshme. Ne ndonjëherë i themi pacientëve pini sa më shumë lëngje, ndoshta edhe pak dhall me krip, që të shtohet sasia e mineraleve dhe mos të kaloj thjesht në hidratim dhe një deficit mineralesh të tjera. A duhet të ndryshojnë të moshuarit oraret e marrjes së ilaçeve gjatë kësaj periudhe, pra duhet përshtatet me situatën apo nuk ka ndikim? Varet nga çfarë ilaçesh marrin dhe varet nga specialisti që ja ka dhënë. Jo domosdoshmërisht ndikohet periudha nga oraret e ilaçeve. Varet gjithmonë nga medikamenti që merret edhe nga specialiteti i fushës që i përket. Diabetikët çfarë duhet kenë parasysh këtë periudhë? Diabetikët normalisht duhet kenë parasysh komplikacionet me infeksione të tjera. Pra duhet kenë një higienë të ruajtur, kujdes në ushqimet që marrin, sepse diabetikët janë një grup pacientësh të cilët kanë predispozita për infeksione më shumë se pjesa tjetër e popullsisë. Dhe normalisht ata duhet tregohen edhe më shumë të kujdesshëm, qoftë tek higjiena, qoftë një plagë që mund të marrin, duke qenë se në këtë rast në plagët e tyre rrita e baktereve mund të ndikojë, mund të jetë më e vështirë për tu menaxhuar. Kështu që këto mund të ishin këshillat kryesore që do kisha për diabetikët. Pastaj në varësi të patologjisë. A kemi raste shtuara nga alergjitë në këtë periudhë? Po, janë rastet me urtikarje që përmenda, pjesa edhe alergjitë ushqimore, por jo tipikisht për periudhën e verës, më tepër janë alergjitë nga kontakti me bimë të caktuara që rriten në këtë periudhë, dhe alergjitë qoftë edhe nga kontakti me detin, pasi trupi jonë është i ekspozuar në një përqindje më të madhe, është më shumë i ekspozuar në natyrë dhe në alergen të ndryshëm, kështu që duhet kujdes. Cila është simptoma që njerëzit e nënvlerësojnë më shumë, por që është një sinjal alarmi? Lodhja, këputja trupore mund të jetë një sinjal alarmi, qoftë edhe tek këto ataket kardiake, që njerëzit mund ta neglizhojnë, sidomos te pacientët të cilët nuk kanë pasur sëmundje më parë ose që janë të rinj. Lodhja, këputja trupore mund të jetë një shenjë që mund të na çojë drejt patologjive që nuk janë aq të thjeshta. Dhe duhet të jetë një sinjal edhe për ne mjekët, se shpeshherë kur pacientët takojmë për lodhje, normalisht nuk do të shkojmë mendja te gjëra më e keqe e mundshme, dhe ne shohim tek ato gjërat bazike, po raste specifike kanë treguar që duhet shumë kujdes, edhe nuk duhet neglizhuar. Sa rëndësishme është ndihma e parë, ndoshta edhe nga ata pushues që ndodhen në plazh në momentin që shikojnë një person që është në rrezik mbytjeje. Është shumë e rëndësishme dhe mendoj që është kaq e rëndësishme trajnimi të rinjve, dhe futja e ndihmës së parë tek edukimi mjekësor, që tek nxënësit që janë në shkolla, ndoshta në 9 vjeçare ose gjimnaz, pasi kjo rrit më shumë edukatën mjekësore dhe mund të shpëtoj jetë. Sepse sa të vi mjek, jo domosdoshmërisht në çdo ambient mund të gjesh një person që ka kompetenca mjekësore,
dhe është e mirë që edhe njerëzit e thjeshtë të jenë të mirë trajtuar për këto situata, qoftë mbytjet, qoftë ataket kardiake, jo domosdoshmërisht mbytja nga uji, mund të jetë edhe thjesht mbytja nga një ushqim, sepse siç tham, restorantet frekuentohen më shpesh në stinën e verës, kështu që. A kemi një abuzim me antibiotikat? Shumë. Kemi një abuzim shumë edhe pacientët i duan antibiotikat dhe duket sikur kur ti nuk i ofron antibiotikun që në fillim varet nga lloji pacientëve normalisht, po përgjithsisht unë në praktikën time mjekësore kam vënë re këtë gjë që nëse ti nuk i ofron këtij pacienti antibiotik, duket sikur e ke lënë pa trajtim. Dhe është një edukat mjekësore e cila duhet zhdukur, sepse antibiotiku si rregull duhet të jepet vetëm në momentin që ke verifikimin me një antibiogram, kur ke verifikuar një infeksion bakterial. Në rastin e virozave, ai nuk ka asnjë lloj efekti përveç se rrit rezistencën bakteriale tek pacientët dhe në një moment që ndoshta pacientit i duhet më tepër antibiotiku se në momentin që mund të ketë ardhur tek mjeku, atëherë ai mund të ketë bërë rezistencë dhe është shumë e vështirë për të menaxhuar situatat si sepsis apo infeksione të tjera të rënda që mund të jenë jetë kërcënuese për pacientin. Çfarë efekte shancore ka antibiotiku, jo përmendet paksa, por edhe pse na kanë thënë shpesh fëmijët e vegjël lejojnë një temperaturë në 38.5, pastaj mund të jepni shurup ose medikamente të tjera. Një nga efektet kryesore që duhet shmangur është, siç e thash më parë, antibiotiko-rezistenca, sepse ka pasoja të mëdha për pacientin në qoftë se përballet më vonë në një situatë të tillë. Tjetër pastaj mund të jenë thjesht efekte sistemike që në organizma të caktuar antibiotiku bën, mund të jetë shfaqjen e mykut pas përdorimit të antibiotikut, mund të jetë thjesht çrregullimi i florës bakteriale natyrale të zorrës, dhe problematika të tjera varet nga organizmi i pacientit. Dhe pse na kanë thënë për fëmijët që lejojeni që të shkojë temperatura 38.5 dhe më pas mund të jepni shurup ose medikamente të tjera. Si shpjegoj? Apo ky pjesë e mitet? Jo, nuk ky pjesë e mitet, është një fakt shkencor i cili duhet ndjekur më shumë në praktikën mjekësore, sepse temperatura është një formë se si trupi jon lufton infeksionin. Dhe është një përgjigje natyrore për të luftuar infeksionin. Tek fëmijët është e rëndësishme që të lejojmë që organizmi i tyre të stërvitet me këtë betejë, le të themi, me infeksionet. Prandaj preferohet kjo temperaturë, domethënë që prindrit i këshillojmë që të mos panikosen. Normalisht temperaturat e larta janë vend për të shqetësuar edhe nga ana e prindërve, pasi mund të çojnë në konvulsione ose situata të tjera që duan trajtim të specializuar mjekësor. Por siç e thash, temperatura është një formë se si trupi jon lufton në mënyrë natyrore infeksionin dhe duhet që mos ta shohim si armik, edhe sa të shohim një temperaturë 37.5 të fillojmë të panikosemi, pasi ai është një proces normal, fiziologjik, i cili temperatura do bëj kurbën e saj, sido që ta menaxhosh. Pastaj normalisht suportimi me antiepiretik është i rëndësishëm, por jo gjithmonë agresivisht është mënyra e duhur. Nëse mund të themi në mënyrë të përmbledhur disa këshilla lidhur me këtë periudhë, me periudhën e temperaturave të larta, çfarë do të thoni? Monitoroni shëndetin tuaj dhe dëgjoni atë që trupi po ju thot. Tregoni të kujdesshëm, pasi disa sinjale të vogla mund të jenë shumë të rëndësishme për gjëra më të mëdha. Doktoresha, shumë faleminderit që ishit me ne në këtë hapësirë në emisionin Diva dhe faleminderit shumë për këshillat tuaja. Kënaqësia ishte imja. Shpresoj që të kemi dhënë një mesazh sa më të dobishëm për pacientët në këtë periudhë. Faleminderit. Mirupafshim.